fitimtar. Por një gjë dua t'ju garantoj. Zoti Veseli, Zoti Thaçi, ju jeni arsyeja që më detyroni të qëndroj ende në këtë parlament. Normal sot është dashur më ngrit një emocion tjetër për besueshmërinë ndaj jush. Dua me ilustru vetëm me një shembull. Ju jeni përgjegjës edhe për sigurinë e deputetëve. Ky shembull tregon se sa keni qenë përgjegjës edhe për ushtarët e ju që kanë qenë varës të juaj. Kur ne këtu ishim të rrezikuar nga gazi lotësjellës, nga goditjet, ofendimet, sharjet e tjera, ju fare nuk u kujdeset për sigurinë e deputetëve. Kryesorja për ju ishte që ju për vetveten e siguruat maskën që ju mbron nga gazi lotësjellës. Por fare nuk ju interesoi siguria e deputetëve. Të tillë keni qenë edhe në luftë. Zoti Veseli, ju vini nga një formacion shumë i dyshimt. Një formacion i cili duhet të jep përgjegjësi para qytetarëve të Kosovës. Ju me ato shprehi, me ato rutina, me ato metoda që i keni përdorur gjatë luftës dhe pas luftës, ju mendoni që mundeni me udhëheq dhe parlamentin e Kosovës me të njëjta metoda. E keni gabim. Shumë e keni gabim. Jeni të bindur se në finale keni mu demasku. Edhe qytetarët do të kuptojnë se ju nuk jeni për rendin kushtetues. Nuk jeni për zhvillim ekonomik, nuk jeni për stabilitet politik, nuk jeni për integrimin e Kosovës në familjen e madhe evropiane. Sepse keni frikë. Keni frikë se keni përgjegjësi të mëdha para qytetarëve. Keni frikë sepse duhet me dhanë llogari pse ne nuk ushtrojmë kontroll në veri. Pse u instalua krimi i organizuar. Pse u zhvilluan celulat e terrorizmit. Ju duhet me dhanë përgjegjësi të madhe. Ju dhe shokët e juaj dhe kolegët e juaj. Ne do të jemi këto. Lidha Demokratike e Kosovës, e cila është garanca më e fuqishme, si shtylla më e fortë e shtetit Kosovës, ne do të jemi këto, do të ballafaqohemi edhe në betejat e ardhshme. Mos mendoni se sot jeni fitimtar, sepse në finale do të jeni humbës. Faleminderit. Vëllazëria foli si profet, as si herua.